والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmetoni Imam Ahmedi në librin e tij Zot dhe shumë dietar të tjerë se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë: "Kafa bi khashyati Allahi ilma wa bil iqtirari bihi jahla." Mjafton frikë respektin ndaj Allahut si dije dhe mashtrimi ose vetë mashtrimi me Zotin si ignorancë. Kjo fjalë Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu e qëtë edhe njëherë në rrugë një prej temave që është vazhdimisht e re dhe rëndësishme në jetën e besimtarit. Sidomos në aspektin e fesë islame dhe trajtimit që ajo jep dijes. I kemi treguar edhe më herët në këto këshilla, na ka rënë shpesh me përmend që dija në islam nuk është një skelet i cili i ka disa rregulla, disa kushte, të cilat kur përmbushet edhe dija duke mbetur prapë në gjendjen që e ka pas, skeletin. Dija në islam është praktik, është vepër, është aksion, është jetë, është gjallëri që ecë edhe shoqërohet me njëri në mënyrë të vazhdueshme. Kemi treguar se pi standardeve të dijes është që me qenë dija ajo që e sjell veprën. Dhe prej standardit veprës është që kjo dije që e sjell veprën me sill veprën më të rëndësishme të njerit, ajkën dhe pikën më të rëndësishme të tij. Dhe kjo është edhe tema që po flet për të Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. El khashya nuk është vetëm frikë, është frikë me respekt dhe me madhështi dhe me madhërim. Pra frika ndaj Allahut që bëhet me respekt. Për këtë arsye shpesh herë përkthehet edhe frikë respekti dhe është përkthimi më i afërt i kësaj fjale. Pra, standardi tjetër i diturisë është që koka e dijes, nëse është në rregull, pastaj gjëra tjera nuk e kanë atë defektin, atë problemin që mund me pas secili prej njerëzve. Nëse koka është në rregull. Dhe koka e dijes është frikë respekti prej Allahut. Kjo është koka, kjo është kryesorja. Po këtë arsye Abdullah ibn Mas'udi, sikur se po do të thonë, nëse dikush prej njerëzve e ka rritë çet pozitë, me pas khashje prej Allahut, me pas khashje, me pas çet pozitën e frikë respekti ndaj Zotit, kjo është për to si dije e mjaftueshme. Si dije e mjaftueshme. Për arsye se kjo është ajo që pasojna burojnë gjitha lëvizjet e njerëzit të sakta në këtë botë. Masi që ta njeh Zotin, edhe pse njohja e Zotit është natyrshmëri, është brendësinë e secilit për njerëzve, po sa më shumë që njoftohesh me Zotin, sa më shumë që lexon për Allahun, sa më shumë që mediton për Allahun, sa më shumë që i sheh argumentet e Zotit, kudo që i sheh ato, duhet me njëherë me reflektu kjo në zemrën tënde. Dhe ky reflektim duhet më quajtur khashje. Frikë respekt ndaj Allahut. Me pas edhe frikë së bashku me respektin, me madhërimin, madhështinë që Allahu duhet me pas në zemrën tënde. Po këtë arsye dashur vëllazëni, dietarët e hershëm, mesin të edhe Ibn Taymija rahimahullah, kur ka komentuar ajetin inma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, inma që kjo shpreha inma arabisht i thonë adawat lil hasr në gjuhën arabe. Adatun lil hasr, domthonë është përdoret për me e kufizu kuptimin e fjalës, Edhe dietarët e arabishtës thonë tuthbit al-madhkur wa tanfi ma'ada. E pohon ata që ka përmenet, kuptimin,
dhe e mohon ata çka është mas kësajna. E pohon që të kuptimin që e sheti, që e kupton, dhe e mohon ata çka është mas kësajna. Çfarë do mohon kjo? Do mohon se Allahu në këtë ajet bukfalisht po thot që ata që ja kanë frikën Zotit janë dietarët. Tjetër kush s'e ka frikën. Tjetër kush nuk e ka frikën. Çka është kuptimi që sa që innama tuthbit al-madhkur wa tanfi ma'ada. Domthon e precizon edhe e pohon çka u përmend në ajet, edhe e mohon çdo sen jashtë çka mund më kuptu pe ajetit. E çka po do mohon me këta Ibn Taymija rahimahullah dhe disa dietarë para tina. Po do mohon që ai që ja ka frikën Zotit ai është i ditur. Nuk po do mohon që veç dietarët ja kanë frikën Zotit. Veç dietarët në kuptimin terminologjik. Jo, po thotë çdo kush që ja ka frikën Allahut është i ditur. Dhe çdo kush që nuk ja ka frikën Allahut është ignorant. Edhe nëse është dietari më i madh. Në mesin e njerëzve, në sytë e njerëzve. Por derisa nuk ja ka frikën Zotit, kë quhet sipas këtij ajeti quhet ignorant. Këtë arsye thot Ebul Aliya, pe dietarëve të hershëm tabiinëve, që ka mësuar te Ibn Abasi, edhe pe dietarëve të njohur të tefsirit, thot i kum pyet shokët e Muhamedit alayhis salam. I kum pyet shokët e Muhamedit për ajetin inma tawbatu ala Allahi lil ladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Pendimi pranohet te Allahu për ata të cilët bojnë të këqija pe ignorancës, pastaj kthehen mas të keqës shumë shpejt kthehen edhe pendohen. Çka është për qëllim me këta? Thotë më kanë thonë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do kjo kon standard të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më kanë thonë që çdo kush që i bën gjëna Allahut është jahil. Përmes këtij ajeti, çdo kush që i bën gjëna Allahut është ignorant. Dhe çdo kush që pendohet prej gjënohit, pavarësisht kur u pendu afër tij. Se ka qenë larg. Pse? Se në momentin që e ka arrit pendimin, e ka arritën atë pikën që Zoti e ka përmendur si cilësitë e besimtarëve. Edhe nëse je vandu, po megjithatë kur je pendu, Allah llogaritet që je pendu afër. Domthon çdo kush që i bën gjëna Allahut, llogaritet gjënaçar. E llogaritet ignorant. Pse? Për shka? Ka thonë Mekaimi rahimahullah. Ka thonë ai person që i bën gjëna Allahut, llogaritet ignorant për 3 arsye. Dhe nuk del njëna peshin e trijave. Ose thot, para se me bëj gjënohin nuk e din që është të bëj gjëna. Dhe ai që nuk e din që është të bëj gjëna, ai është ignorant. Se s'pëdin. Ose e din që është të bëj gjëna, po nuk e din pasojën që e ka që gjëna në jetën e tij. Nuk e din gjënohi çfarë zullumi i madh është, nuk e din çfarë të keqe sjell ky gjëna, nuk e din çfarë dënimi ka për këtë gjëna. Edhe kjo është ignorancë. Ose thotë e treta, e din gjënohin që s'ban me bu, e din që është gjëna, e din edhe dënimin satron që e ka, po bashkë me gjënohin menon që e arrin edhe pendimin. Thotë edhe kjo është ignorant. Pse? Se thotë këtë njerëz të mençur dynja me vetë që mos gjënojt, ka mundësi mos me arrit pendimin, me dek mas tina thotë këtë thonë që po ka mundësi. Thotë atëherë kjo aludon që ai personi është ignorant, pse se e pret pendimin kurse nuk e din a ka më pendu as ka më pendu. Ose si thotë Ibn Taymija, thotë arsyeja pse quhet gjënaçari ignorant është për arsye se në momentet kur i vjen rasti me bu gjënohin, i jep përparësi vetës ti ndaj ligjit Zotit. Dhe jep përparësi të mirave saj bote ndaj të mirave të botës tjetër që janë përhershme. Thotë edhe këta nuk e bën njëri logjikshëm. Nuk e bën njëri mençur, ai që është tamam me vëmendje të duhur. Dhe për këtë arsye quhet ignorant. Dhe pastaj normalisht dietarët e kanë përmendur që domthon ignoranca në këtë rast degëzohet
nuk do më thonë që ai personi është ignorant çdo gjë, po ai është ignorant çat momentin që e bën gjinohin, ose ignorant me një kapitull për kapitullve, ose ignorant me një kohë për kohëve dhe pastaj ripërtrihet edhe hek ignorancën mes pendimit, leximit e kështu me radhë. Andaj dashur vllazni, kjo temë që përmendet për Ibn Mesudit radhiyallahu anhu, kjo nuk është fjali e bukur vetëm për me nxit. Që hej, subhanallah, nëse ki frikë në Allahun ti e pas ke ki dijen. Nëse s'ki frikë për Zotit ti ku kështë ignorant, nuk është vetëm për me nxit. Kjo është për me kallëzu realitetin që kanë pas njerëzit lidhen me Zotin. Edhe që kanë menu lidhen me Allahun. Po këtë arsye unë po e sjell një shembull shumë thjesht, konkret që më kon më afër ndoshta edhe për njerëz. Nëse unë e ti ose kushdosh punoj me një fabrikë. Edhe ai pronari i fabrikës i ka disa rregulla. Edhe thotë jo lutna çto rregulla mos i kundërshtoni. Çto rregulla mos i kundërshtoni. Qohësh secili prej neve edhe i kundërshton çdo rregull, mirë vazhdueshme. Edhe dim që ai pronari i te kalon, ose na i menojmë që edhe nuk i shef. Që ky punëtor, që i them mirë vazhdueshme çdo rregulla, a është punëtor i zellshëm edhe i dashur te pronari? Jo. Po a është i mençur që i thënë çto rregulla? Normalisht nuk është i mençur. Pse? Sa e din që ka mundësi, për shkak të thyrjeve që e bën çto rregull, më përjashtu për punës. Edhe na e hub një shans shumë të mirë në jetë. Po nuk mund me nal vetë. Edhe pse shembullin këtë dynjë është se ti na mundesh edhe me ik ndaj qysh. Kurse ajo çka është më e rëndë për ne vasa na e dim që çdo detaj tonin Allahu e sheh. Allahu e din. Allahu është më afër asaj çka e veprojmë na se na që e veprojmë edhe pse veprojmë na me durtë tona. Edhe më i ditur për ta edhe pse na e bëjmë vet. Por njeri domthon i te kalon edhe menon çështë që thash pazet edhe ai çka është besimtar menon që Allahu ja fal gabimin, ja fal pendimin, ja pranon pendimin e kështu me radhë dhe vazhdon në atë rrugën që ndoshta Allahu është i hidhur me të. Normalisht dallimi është se Zoti për një tani fal shumë, edhe këtu është ai dallimi. Në momentin që i robi pendohet dhe kthehet te Allahu, Allahu e mirëpret, e begaton, edhe nëse pendimi i tij është i sinqert, i jep edhe i dhuron më shumë se sa që ai e meriton. Po kjo është situata reale nëse dojmë me këshir konkretisht çish ka mundësi njeriu që kundërshton Zotin me qenë ignorant. Po këtë arsye dashur vllazni, dietarët e hershëm që përmend edhe më herët e kanë llogaritën çështjen e diturisë, frikës ndaj Allahut, lidhjes së robit me Zotin. E kanë llogaritën diturinë kryesore. Po këtë arsye disa prej dietarëve, sikurse Ebul Hayyan et-Taymi, i kanë ndarë dietarët në 3 grupe. Përgjithësi. Ka hunë ato dietarë që janë ditur, të njohur, të njoftuar me Allahun, edhe me ligjet e tij, që janë kategoria më e lartë. Ata që e njohin Zotin dhe i njohin dispozitat. Thot ose ata që e njohin Zotin, po nuk i njohin dispozitat, to janë asketët, zahidët, këtu mund me hidhe pjesë e madhe e xhamatit që nëse nuk i din detajt e dispozitave, po e din Allahun, e njohin Allahun, janë të lidhur me Zotin. Janë të lidhur me ta, kanë frikë për Zotit e kështu me radhë. Edhe kjo është pozitë e mirë, e dëshiruar. Edhe pse më e mangët, kurse tretën kanë thonë dietar dynjas. Kush janë ata? Ata që i din dispozitat, i din meselet, ti kallëzojnë, nashi ta trajtojnë një mesele shumë mirë në aspektin e argumenteve, ama janë larg me Allahun me zemrat e tyre. Ky grup i dietarëve, s'po foli tash për xhamatin. Ky grup i hoxhallarëve, dietarëve, edhe në kohën e hershme që kanë ekzistuar, kanë qenë të refuzuar, të turpëruar dhe të nënçmuar mesin e dietarëve. Po këtë arsye, edhe kanë thonë fjalë trona për ta. Kanë thonë fjalë trona, kanë thonë këta njerëz e shesin ahiretin e vet, që thot Sehnuni, thot këta njerëz e shesin ahiretin e vet për dynjan e dikuna tjetër, jo për dynjan e vet. Bile për dynjan e dikuna tjetër. Për dynjan e vet kjo është normale, po ka mund me shku ka shlaqe edhe për dynjan e dikuna tjetër. Po këtë arsye kur Abdullah ibn Ahmedi ka pyet Imam Ahmedin babën e vet për Ma'ruf el-Karhi, që ka qenë prej dietarëve
të njohur, po jo ndije si Imam Ahmedi, jo ndije si kategoria e dietarëve të kohës Imam Ahmedit dhe mësuesve të tij, po ka qenë i njohur me dije dhe ka pas shumë takvallak. I ka thonë, o baba jam, a ka pas hiç far dije Maruf el Kherhi. Dhe unë ka desh faktikisht me thonë që sukon që shdo sigurio, ka pas far dije diçka që ka mujt më dallu, ka thonë kana ma'hu ra'sul ilm. Po djalë jam, aja ka pas kokën e dijes, kryesorën e ka pas. Këto tjera janë thjeshta tani, krahasë me ta. Khashyetullah. Ka unë ka pas kokën e dijes, frikën ndaj Allahut. Që kjo kon kryesorja taj. Bile në disa transmetime sikur që e ka kuptuar Imam Ahmedi, pe djalit vet që mos po don pak a shumë me ka thënë që sukoni dallum dije, i ka thonë me shuj ka thonë shuj se ka pas kokën e dijes ai. Mos e diskuto punën e tij. Po ashtu edhe kur e kanë pyetur Imam Ahmedin për një dieto për me pyet masi vdesën ai kanë me pyet mas teje, ka thonë pyet në Warraqin. Ka thonë se njeri sikur ai që i ka frikën Allahut, shtire ka me gabu. Shtire ka Allahu me lon me gabu. Pse? Se aja është njeri i lidh me Zotin. Zoti nuk e hub evlian e tij, velin e tij. E sidomos fetfat mëdhaja. Për këtë arsye dietarët bashkëkohor, kur kanë folur për Ibn Bazin rahimahullah, kanë thonë për Ibn Bazin për shkak se ka qenë një prej dietarëve që i mirët shembull për devotshmërinë, takvallakin, sakrificën në fenë Allahut, që s'ka shembull bashkëkohor se ai. S'ka shembull. Kanë thonë Ibn Bazi në meselet mëdhaja shtir e ka me gabu sa Allahu nuk e le me gabu. Në meselet vogël më gabu si për dietarë, sa ai nuk është i mbrojtur për gabimeve. Au meselet mëdhaja jo. Pse? Që shko mos i njeri me kon në shërbim të Zotit. Edhe me mri hajri i tij këtë dynjon edhe Allahu me lonën në dorën e tij me bo në gabim të madh me deviju njerëzit për shkak një qëndrimi ose një fetfaje. Pse? Se kjo aludon lidhjen që e kanë pas ta dietar me Allahun, e që kjo lidhje është më e rëndësishme se mesele tjera që na i diskutojmë ditën e natë. Por këtë arsye dashur vëllazëni, pjesa e dytë e Abdullah ibn Mesudit është wa kafa bil iqtirari bihi jahla. Dhe mjafton vetë mashtrimi me Allahun si ignorancë. Kjo është shumë e rëndë. Kjo është shumë e rëndë. Kjo fjala shumë e rëndë. Fjala e parë sikur se e ka marrë drejt pe ajetit inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. E fjalën e dytë Allahu alam, po mund më marrën edhe pe ajeteve ndryshme që Allahu i ka përmend dietarët e Beni Israelve që Zoti i ka sprovu me dije e i kanë tejkalu kufit e Allahut. Edhe pse kanë pas dije. Po këtë arsye Ibn Kaimi thot lil ilmi tughyanun ke tughyanil mal. Thot dituria mund me pasën tejkalim të kufive, njeri përmes diturisë mund më çupesh, më çorëdit, më shumë se ai që çorëdit përmes pasunisë. Më shumë se ai që mund më çupesh përmes pasunisë. E njeri mund më mashtru, më vetë mashtru me Allahun. Qysh me Allahun? Ty ja marr mendja që ashtu i bu hizmet Zotit. Ty ja marr mendja që ashtu i bu shërbim Allahut. Edhe kjo është një ignorancë më e madhe. Dietarët për këtë arsye dashur vëllazëri dietarët e hershëm. Neve sot me na ardh dikush nders shumë na shtimetar dikush për mas me të bu pyetje kështu. Nash dikush për neve hin vetë janë qef. Kurse dietarët e hershëm janë tut për çesana. Janë tut kanë thonë që tash ka janë tuar për mas neve, këto janë fitne për neve. Fitne janë për neve, edhe fitne për ata që ka vinë mas neve. Ata të tjerë, kur ti shohin, pse? Se ka mundësi përmes këtyre veprave na e hubmi drejtimin. E kjo është mashtrim me Allahun. Ty duke që jetu i bo hizmet fejë Zotit, kurse te në realitet nuk e ki qatë pozit që në vetë vetën tonë dhe që jetu e thonë është i para njerëzve. E kjo është ti mu mashtru me Zotin. Me thonë, alhamdulillah, mashallah, çfarë fjalë fola sot. Po i fole shumë mirë çto fjalë, po ti a jetë me çto fjalë ti ku je? Shaka kum kallzu një vllavit do mesele si kish dit. Na jetu e mashtru vetën. Na jetu mashtru vetën me Allahun. Qysh me Allahun se ke kallzu për Allahun diçka? Na ke mësuar diçka për Allahun.
Po nashti ti mundesh me bësh si ke bëu, po do mi kallzu dikun atë në çat formë që domthon ti faktikisht që derse ke kalu moti, aty hala se ke nisë ti derst. Po këtë arsye thuhet subhanallahu përmendëm Kaimi rahimahullah, thuhet se një person tu lexu Kur'an, bjen e zënxhume, edhe e shef nëndër, çdo faqe, çdo rresht tu lexu, tu i ardhën sevapet. Vazhdimisht, 20, 30, 100. Një ajet e lexon si vjen ashtu sevap. Jo, një ajet do me lexu i fshihet sevapi, nuk i përmendet. Po Zot çau bo çto? Thotë çto do të ngritë zonin me të një të tjerë tu lexu. Kjo është nëse s'ki sevap. E lejo më kone kundërta, me pas dënim për këta. Për sifatësi, për qasën që e ki të keqe me vetë tonë. E do që vllazni, është shumë më rëndësi për hoxhallar, për dietar, për njerëz që hecin rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, rrugës Allahut, është shumë më rëndësi mos më mashtru me Allahun. Mos më mashtru, mos më menu që unë jam tu boku me diçka edhe mashallah Zoti mua mi ka qenë luth edhe unë ju mbo njeri dallom, ja. Se nuk i bëhet vonë Allahut për askand dashullosi. Po këtë arsye Ibn Kaimi çat treshën që e kallzova, çat tri pika që kallzon ignorancën, thotë këto tri lloj pika thotë janë për atë personin që është i luhatshëm në rrugën e Zotit. O Ibn Kaim, po ai personi që nuk është i luhatshëm në rrugën e Allahut, ai çysh ka mundësi ai më kon ignorant? Thotë ai që është në rrugën e Allahut, kjo ke për ata që janë të luhatshëm. Kurse ai që është në rrugën e Allahut, ai ka mundësi më kon ignorant momentin që menon që në që të rruga i ka me vazhdu edhe me siguri. Edhe ka sigurin. Thotë ai vazhdimisht do të me kujtu që nuk është i sigur që ka me vazhdu në këtë rrugë deri në fund. Është mirë, elhamdulillah është mirë, po momentin që e hek pi kokës që unë jam rahat, unë s'ka mu me mua, unë drejtë për xhenet pi këtuhit, atëherë çtu është rreziku i atij që është në rrugën e drejtë. Këtë arsye Ibn Kaimi i sjell disa ajete hadithe që vazhdimisht pejgamberi sa ka bëu dua te Allahu që më ia forcu zemrën. Deri në çfarë gjendje vllazni? E përmend Ibn Kaimi në Tariqat Hijratain, deri në atë gjendje thotë saqë nganjëherë kur ka ardhur dikush e ka vetë diçka pejgamberi sa për diçka, i ka thonë i wa rabbi muqallibal qulub. Ashtu ka thonë po pasha atë që i rrotllon zemrat. E ka bëu edhe ben pejgamberi sa me atë që i rrotllon zemrat për me përkujtu veten vazhdimisht vetës që ka mundësi me pas kujdese mund me të rrotullu zemra shpejt. Edhe bekur ka bëu kanjëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E lemo don që e ka bëu shpesh ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Andaj dosh vllazni, mirësia e Islamit, bukuria e tij është se e kalon derën e pendimit hapër. Po e kalon për ata që pendohen. Edhe për ata që pendohen me sinqeritet, me seriozitet, për ata që janë me pendimin si ku më thonë shok pandashëm. Nuk e kalon për ata njerëz cilët nuk ju bjen mend më pendu vetëm kur të mërrin momentet e fundit jetës e pastaj normalisht në atë kohë edhe më heq nuk e kujtohet. Allahu në lutë që të na fal pendimin, na mëshiroj dhe të na mundsoj që të na shembull i mirë për vetveten tonë pikëpare, se njëri më kon shembull për vetveten e vet, dhe pastaj edhe për njerëzit e tjerë që vijnë pas neve. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. O Zot na fal neve dhe gjithë vëllezërve që kanë parapri me besim dhe mos bëjnë në zemrat tona zili, smir dhe asgjë të keqe ndaj atyre që kanë besuar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.